Përshëndetje shenja e peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Gjendja juaj nis me 2 monedat. Ju jeni duke balancuar diçka në jetën tuaj, 2 gjendje, 2 emocione, 2 realitete. Një pjesë e juaja dëshiron të ecë përpara, një pjesë tjetër ende mban diçka pas. Nuk jeni në krizë, jeni në adaptim, po mësoni si të mbani ekuilibrin mes asaj që ndjeni dhe asaj që duhet të bëni. Më pas kemi asin e kupave dhe këtu hapet zemra. Kjo është karta e dashurisë së pastër, e ndjenjës së re, e një burimi emocional që fillon të rrjedh. Mund të jetë një ndjenjë e re ndaj dikujt, ose dikush që ofron një ndjenjë të re ndaj jush, por mund të jetë edhe dashuri ndaj vetes. Me eremitin ju tërhiqeni pak nga bota, jo nga trishtimi, por nga nevoja për heshtje. Ju keni nevojë të dëgjoni veten, të kuptoni çfarë po ndodh brenda jush. Është një izolim i shenjtë, ku shpirti juaj po flet më qartë se zërat e jashtëm. Dhe në fund kemi 4 shkopinjt. Kjo është karta e paqes dhe shtëpisë shpirtërore. Tregon se pas balancimit dhe hapjes së zemrës plus reflektimit, ju gjeni një ndjesi stabiliteti, një ndjenjë harmonie. Kalojmë në familje, në familje energjia hapet me mbretin e shpatave. Kjo është karta e gjendjes racionale dhe autoritetit mendor. Dikush në familje është shumë logjik, i ftohtë në dukje, i drejtë për drejtë. Ka shumë mendje dhe pak zemër. Mund të ketë biseda serioze, vendime ose komunikim të ftohtë dhe të fortë dhe të prerë. Më pas kemi kalorësin e shpatave dhe këtu energjia përshpejtohet, fjalët janë të shpejta, ka reagime impulsive, debate ose diskutime të forta. Në familje ju ose familja juaj është në një fazë ku komunikimi është intensiv, ndonjëherë edhe i ashpër. Me 6 monedat, kjo energji fillon të balancohet. Është karta e dhënies dhe marrjes. Mos jepni më shumë nga çmerrni. Tregon se pavarësisht fjalëve të forta, ka përpjekje për drejtësi, për barazi, për mbështetje reale. Dikush po përpiqet të rregullojë ekuilibrin dhe në fund faqja e kupave. Kjo është karta më e bukur për familjen, është butësi, ndjeshmëri, një gest i vogël dashurie, një fjalë e ëmbël. Tregon se në fund të gjitha tensionet bien, zemra e familjes është ende e hapur. Kalojmë në dashuri, ku fillon me energjinë e 4 monedhave. Ju po mbani fort diçka, mund të jetë një person, një lidhje, një frikë ose thjesht një mënyrë e vjetër e të dashuruarit. Ka kontroll, ka mbrojtje, ka frikë nga humbja. Më pas kemi vdekjen dhe këtu ndodh transformimi i madh. Diçka duhet të përfundojë, një model emocional, një lidhje, një iluzion. Kjo kartë nuk është humbje, është rilindje e domosdoshme. Është fund për të hapur hapësirë për një fillim të ri. Me Hierofantin, dashuria merr dimension shpirtëror. Tregon se pas transformimit ju kërkoni diçka më të thellë, më serioze, më të shenjtë. Jo lojra, jo sipërfaqe, por kuptim, vlera, lidhje me bazë. Dhe në fund kemi 7 shkopinjt. Kjo është karta e qëndrimit në këmbë. Ju mbroni atë që ndjeni, atë që besoni, atë që doni. Nuk jeni më pasiv në dashuri. Jeni të gatshëm të luftoni për të vërtetën tuaj emocionale. Kalojmë në punë dhe në punë energjia hapet me mbretëreshën e shkopinjve. Kjo është karta e vetbesimit dhe karizmës. Ju rrezatoni, keni energji, ide, dëshirë për të vepruar. Jeni në një fazë ku mund të udhëhiqni, të frymëzoni, të dilni në pa dhe të rrëmbeni vëmendje, pa shumë mund. Më pas kemi 4 shpatat në të kundërt dhe këtu shfaqet dalja nga një periudhë pushimi ose izolimi psikologjik, emocional, fizik.
Pra duket sikur riktheheni në veprim, por ende me energji shumë të brisht. Me dy shkopinjt vjen zgjedhja, ku keni dy rrugë, dy mundësi, dy vizione për të ardhmen. Ju po shikoni përtej asaj që është tani dhe po pyesni veten, ku dua të jem më vonë? Dhe në fund kemi asin e shpatave në të kundërt. Kjo tregon disbalancë psikologjike. Ju ende e keni qartësinë e plotë. Keni ide, por jo vendim final. Është fazë reflektimi para prerjes së madhe. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Love. Kjo kartë nuk flet vetëm për dashuri romantike, flet për dashuri universale, flet për dëmshuri, flet për pranimin e vetes dhe butësinë ndaj shpirtit. Mos e kërkoni dashurinë vetëm jashtë. Këtë javë burimi i vërtet i dashurisë është brenda jush. Paçim!